Tërmeti fuqishëm me magnitudë 6.9 ballë godit një tjetër shtet. Një tërmet i fortë me magnitudë 6.9 ballë të shkallës Richter goditi Zelandën e Re. Tërmeti u regjistrua në orën 14:43 me orën lokale. Sipas Institutit Sismologjik Euromezdetar, raportoi se epiqendra e tërmetit ishte 171 kilometër në perëndim të Riverton dhe thellësia fokale u vlerësua në 9 kilometër. Për momentin nuk raportohet për dëme apo të lënduar.